Për të ushtirur sikur po udhëtoja jashtë shtetit, bëra një selfie duke vendosur një kapak tualeti mbi një foto avioni, sikur isha brenda avionit. Pastaj vendosa dorën mbi një poster plazhi dhe bëra një selfie tjetër, duke ushtirur sikur sapo kisha zbritur nga avioni dhe po shijoja pamjen buzë detit. Ja dërgova fotot një kolegeje për të mburur dhe ajo u bë shumë kurioztare. Madje më kërkoi të bëja një foto panoramike të plazhit, por të gjitha fotot e mia ishin të rreme, vetëm për ta mbuluar gënjeshtrën. I thash se tashmë isha kthyer në një hotel luksoz. Kolegja u interesua edhe më shumë dhe deshi të shihte si duke hoteli luksoz. Pa më lënë kohë të mendoja, më bëri një video thirrje. Për fat, më erdhi një ide e shpejtë. Shtriva një çarçaf të bardhë mbi tavolinë, duke ushtirur sikur ishte krevati i hotelit, dhe gjeta rastësisht një top pambuku për ta përdorur si jaste. Pas kësaj, ju përgjigja video thirrjes me qetësi, duke ushtirur sikur isha lodhur nga argëtimi dhe doja të flija. Madje gënjeva se isha shtrirë në një krevat gjigant, 10 metra të gjerë. Në realitet, isha shtrirë mbi një tavolinë të vogël. Shpejt, edhe kolegë të tjerë morën vesh për udhëtimin tim jashtë shtetit dhe më kërkuan t'u sillja dhurata. Madje bën edhe listë dhuratash, vetëm për sy e faqe. Unë pranova me njëherë. 10 ditë më vonë u ktheva me dhuratat që donin, duke pritur komplimente. Por në të vërtetë, të gjithë kishin ditur të vërtetën që nga fillimi. Ata thjesht kishin luajtur rolin dhe më kishin ndjekur në heshtje. Kur u zbulova, më mbeti vetëm ta pranoja ndëshkimin dhe të shkoja i vetëm të hiqja posterin te hyrja.